Zhduken kartë monedhat euro, ndryshojnë imazh dhe prerja e tyre, ja çfarë do të ndodhë. Në një njoftim historik në sistemin evropian monetar, Banka Qendrore Europiane (BQE) ka konfirmuar se kartë monedhat euro do të zbehen gradualisht nga qarkullimi, duke filluar nga janar 2027. Ky vendim radikal vjen si pjesë e reformës më të madhe monetare në 2 dekadat e fundit. Sipas burimeve zyrtare brenda BQE-s, arsyeja kryesore e këtij ndryshimi është lufta kundër falsifikimit dhe kostot e larta të prodhimit të kartë monedhave metalike. Prodhimi i monedhave 1, 2, 5, 10, 20 dhe 50 cent, si dhe i 1 dhe 2 eurove, kushton më shumë se vlera e tyre nominale. Në disa raste, u shpreh presidentja e BQE-s, Christine Lagarde, në konferencën për shtyp. Çfarë ndodh me kartë monedhat ekzistuese? Qytetarët do të kenë afat deri në 31 dhjetor 2029 për t'i kthyer kartë monedhat e vjetra në banka dhe për t'i zëvendësuar me kartë monedhat e reja letre ose polimerike. Pas kësaj date, kartë monedhat metalike humbin vlerën. Imazhi i ri, revolucion në dizajn. Banka Qendrore Europiane ka zbuluar gjithashtu dizajnin e ri. Kartë monedhat e reja prerjet 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 euro do të kenë personazhe historike europian. Për herë të parë në kartë monedhat euro do të shfaqen figura si Marie Curie, Beethoven, Leonardo da Vinci dhe Albert Einstein. Element tridimensional, holografik që ndryshojnë ngjyrën sipas këndit të dritës. Prerje të reja. Prezantohet kartë monedha 0 euro për koleksionist dhe kartë monedha 500 euro rikthehet por vetëm në transaksione bankare. Material polimerik, të papërshkrueshme nga uji dhe me jetëgjatësi 3 herë më të madhe. Çfarë ndodh me çmimet? Zyrtarët paralajmërojnë se kalimi do të jetë gradual. Dyqanet do të jenë të detyruara të japin kusur në kartë monedha të reja, ndërsa pagesat elektronike pritet të rritë ndjeshëm. Makinat automatike do të përditësohen brenda 18 muajve. Për periudhën kalimtare, bankat ofrojnë kthim falas të kartë monedhave të vjetra, sqaroi zëdhënësi i BQE-s. Reagime nga tregu. Bursat europiane reaguan fillimisht me rënje të lehtë në sektorin e pajisjeve automatike, por aksionet e kompanive të pagesave elektronike u rritën deri në 8%. Koleksionistët tashmë po bëjnë oferta të larta për kartë monedhat e vjetra, veçanërisht ato të vitit 2002. Ajo që dikur ishte një monedhë 2 euro, nesër do të vlejë 100 euro për koleksionistët, deklaroi një tregtar nga Londra. Qytetarët janë të ndarë, disa e mirëpresin modernizimin, të tjerë thonë se do të humbas ndjesia e paras së vërtet metalike. Banka Qendrore Europiane siguron se procesi do të zgjasë 36 muaj dhe se asnjë qytetar nuk do të mbetet me kartë monedha të pavlefshme në duar. Ndryshimi i parë, kartë monedha e re 1 euro me fytyrën e Europës, figurë mitologjike, hyn në qarkullim në 1 mars 2027.